kam shkuar për inspektime vazhdimisht dhe kaq. Patjetër, sepse por ne kemi dosjen e timore. Pra, njeriu që ka pasur interesin direkt dhe që e ka shitur dhe e ka promovuar këtë vazhdimisht në rrjetet e tij sociale, në ceremoni pompoze ka qenë kryeministri Rama. Inaugurimi që ju publikuat padyshim që pika më e rëndësishme është takimi i Ankaras. Dhe pika tjetër e rëndësishme është, po themi, ura që mungon. Që gjithashtu kryeministri e ka pasur një nga elementët e tij dekorativ të prezantuar vazhdimisht në rrjetet sociale. Pra, nisjen e punimeve apo jo? Në nisjen e punimeve, edhe nga se duhet bëj edhe një lloj po themi supozimi, pasi fotoja e vendosur në podiumin ku ka folur kryeministri, është një foto që më ngjan shumë si një pikturë, pra që mund të jetë ndoshta edhe një pikturë nga pikturat e tij, pra që mund të ketë ideuar ndoshta edhe këtë, por mbetet për tu parë. Ktu po supozojmë dhe po aludojmë, por gjithsesi po i mbetemi i fakteve. Faktet janë këto. Njeriu që duhet të flasë i pari është ai. Sepse janë firma e tij qëndron gjithashtu në lejen e ndërtimit e cila rezulton të jetë zbardhur në vitin 2025, në 28 maj të vitit 2025. Unë po do të dalem në një aspekt tjetër, se ti je një nga njerëzit që për shkak që ti së bashku me kolegët të tjerë je ndalur dhe sikundër ti thua, keni investiguar një kohë kaq të shkurtër dhe keni zbuluar kaq shumë gjëra, po supozoj që je një nga njohësit më të mirë të kësaj çështje, të këtij projekti. Thënë këtë, dilema për gjatë këtyre 2 javëve, po sidomos këto ditët e fundit, ka qenë që a mundet, a është e logjikshme, përveç se a është ligjore, që një zëvendës kryeministre, një ministre të jetë në detyrë, në kushtet kur është e pandehur, dhe janë këto fakte për cilat ne po flasim. Pra, pse po ta bëj ty këtë pyetje? A ka aspekte të tjera të kësaj afere të cilat mund të kompromentohen edhe tani, ja një sekondë, edhe tani duke qëndruar në krye të detyrës? Shiko, tu ka 2 elemente të rëndësishme. Para është elementi moral. Pa u larguar nga faktet, po pikërisht, elementi moral lidhet gjithmonë me fakte. Një njeri i cili vjen një moment, ka një detyrë publike dhe duhet përballet edhe me drejtësinë për shkeljet supozuara, sigurisht që supozohet që është prezumimi i pafajësisë në mes deri në dënim përfundimtar, duhet jap dorëheqjen për të thënë që shiko, unë do përballem me drejtësinë sepse dua që të dal moralisht, por edhe ligjërisht e pastër nga kjo. Nuk e bën këtë Juli. Kjo që mungon në Shqipëri dhe nuk ka diskutim, domethënë. Ligjërisht nuk ndodh, pra nuk është përcaktuar. Jo, po them bazën e fakteve për cilat ti je në dieni. Këtë mund ta bëj vetëm institucioni që po kryen hetimet. Pra, mund ta bëj SPAK duke kërkuar ka gjëra që mund të cënohen ende e kam fjalën unë, Juli. Shiko, unë mendoj që hetimet janë në një fazë të tillë që SPAK ka arritur të grumbullojë dokumentacionin e mjaftueshëm, të paktën për provat kryesore të rëndësishme. Duke filluar nga leja e ndërtimit, projekti, element ndoshta bankare etj që nuk besoj që ka dikush mundësinë dhe vullnetin për shkuar për t'i cënuar. Pra se janë dhe transferta bankare, cilat fliten nga kolegë, ka dosje tjera që i bashkangjiten të njëjtit hetim dhe që lidhen shumë. Pra deri në këtë pikë nuk besoj, por qëndron padyshim edhe rreziku i prishjes së provave sepse ka dëshmitar. Aty janë persona të shumë që janë intimidimi etj. Ne kemi parë komunikimet, mesazhe, ato janë patjetërsueshme tashmë sepse disponohen nga prokuroria e posaçme. Por mesazhet mund të ndryshojnë, dëshmitarët mund të ndryshojnë dhe dëshmit mund të ndryshojnë të personave të përfshirë. Dhe ky është një element rreziku. Prishja e provave sigurisht është evidente pavarësisht gjithçkaje. Por ajo që është e rëndësishme në këtë pikë është që sot ne kemi nivelet më të larta të politikës shqiptare, të qeverisjes, të vëna nën hetim. Dhe nëse është ngritur akuzë ndaj zëvendës kryeministres, është ngritur akuzë ndaj kryeministrit, sepse zëvendës kryeministri është njeriu që firmon sot çdo, po themi, vendim të Këshillit